Këngëtari i njohur Francesc Radi është shtruar me urgjencë në reanimacionin qendror në Spitalin Nën Tereza sot herët në mëngjes. Radi është ende në koma, ndërsa skaneri ka dhënë rezultate jo të mira për gjendjen e tij. Hemoragjia ka përshkuar trurin dhe duke pasur shkak tensionin e lartë, të cilin Radi prej disa kohësh e kishte të luhatshëm. Këngëtari është marrë nën kujdesin e posaçëm të doktor Mentor Petrelës, i cili pasi ka pritur rezultatet e skanerit, është këshilluar me një takim me bashkëshorten e këngëtarit, duke i shpjeguar se çdo lëvizje e Franceskut për të mjekuar në një spital tjetër është fatale. Bashkëshortja e Francesc Radit, Tefta, ka shpresuar që të dërgohet në Rom, duke bërë thirrje për ndihmë, sepse sipas saj, atje ka aparatura më të sofistikuara për të shpëtuar trurin e pacientit. Por, pas konsultës me doktor Petrelën, rezultati ka qenë se çdo lëvizje është fatale për jetën. Tefta Radi është shprehur se skaneri ka dalë shumë keq. Francesc Radi është ende në koma. Petrela më tha se është e pamundur zhvendosja e tij në një spital tjetër sepse është në koma të rëndë. Kur është në koma nën 4 pikë, pacienti nuk mund të lëvizet. Lëvizja është fatale. Rrëfen Radi për konsultën me Petrelën. Francesc Radi është shtruar në pavionin e urgjencës të Spitalit Nën Tereza. E dëshpëruar dhe me lot në sy, Tefta Radi u shpreh se sipas rezultateve të skanerit, shpresat janë se mund të shpëtojë, por shumë të vakta. Për çdo ndërhyrje të mëtejshme pritet dalje nga koma. Doktor Petrela më tha se Franceskun e ka merak vet dhe do të jetë nën kujdesin tim maksimal, u shpreh Tefta Radi.